Brenda pak ditësh, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve po planifikon të certifikojë edhe rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale I ka pohuar mediumit ton se karakteristike këtyre zgjedhjeve ishte abstenimi I qytetarëve. Karakteristike e zgjedhjeve ka qenë abstenimi. 2/3 e atyre qytetarëve që kanë të drejtë vote nuk kanë dalur në vendvotime dhe kjo është shumë brengose, shqetësuese. Filozofja dhe teoreticientja politike gjermano-amerikane Hannah Arendt ka studiuar raste të tilla dhe pohon që tjetërsimi një rast të tillë si ky ku 2/3 e qytetarëve nuk dalin në vendvotime e quan tjetërsim të popullatës nga klasa politike. Dhe në rast të tilla ajo pohon që popullata, pra pjesa që nuk ka votuar, nuk proteston, por përkundrazi kalon në një indiferentizëm dhe në abstenim, dhe ky është rast klasik. Ky është një rast klasik për një demokraci të re siç është kjo jona. Ky nuk është fenomen I mirë dhe duhet të brengoste klasën politike sepse praktikisht 2/3 e votuesve nuk janë të përfaqësuar. Nuk e shohin asnjërin nga partitë që përfaqëson idetë, interesat e preokupimit të tyre. Tutje profesori Koci shtoi se vetvendosje ka fituar votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë, por problemi qëndronte çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentës. Fituesi I zgjedhjeve është vetvendosje, ka siguruar vota të mjaftueshme, unë besoj 62 bashkë me pakicat jo serbe, që të formojë me lehtësi qeverinë e ardhshme. Por problemi është diku tjetër. Përderisa formimin e qeverisë dhe konstituimin e parlamentit e shoh shumë të lehtë dhe të realizueshëm, zgjedhjen e presidentit e konsideroj shumë të vështirë dhe gati të pamundur. Dhe nuk përjashtoj mundësinë që Kosova sërish të bllokohet si në këta 17 muajt e fundit dhe nuk përjashtoj mundësinë që sërish të shkohet në zgjedhjen e tetor ose nëntor. E them këtë për 2-3 shkaqe. Një, vetvendosja do të ketë shumë vështirë të gjejë partner për një marrëveshje rreth presidentit. Pse? Ky nuk ka numrat mjaftueshëm, edhe po të ketë gatishmëri për një gjë të tillë. Ndërkëtë që PDK dhe LDK tashmë kanë dhënë sinjale se janë të përçara të ndara në dysh rreth kësaj çështje. Pra edhe nëse njëra prej tyre pajtohet të bëjë marrëveshje me vetvendosjen rreth presidentit ose presidentes, nuk do t'i ketë numrat e mjaftueshëm për shkak të përçarjeve të brendshme që tashmë janë evidente. Kjo pasi politologu Koci vlerëson se vetvendosje qeverinë mund ta bëjë me pjesëtarët e pakicave jo serbe. Rrjedhimisht konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë vetvendosja mund të bëjë vetëm. E një tjetër faktor që do ta shoqërojë procesin e zgjedhjes së presidentit, sipas politologut Koci, është edhe çështja e gazit amerikan. Çështja e gazit të lëngshëm amerikan është një projekt shumë I madh, është një projekt shumë I rëndësishëm dhe duket që ka mospajtime. Nuk ka konsenzus deri në këto çaste ndërmjet vetvendosjes dhe partive opozitare rreth kësaj çështje, derisa vetvendosja është konfuze dhe nuk është deklaruar qartë. Opozita, gjitha forcat opozitare janë deklaruar për këtë projekt dhe kjo çështje gjithashtu mund të jetë një nga faktorët që ta pamundsojë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Profesori gjithashtu tha se ende ka vakum juridik nëse duhet të zgjidhet më parë qeveria apo presidenti, edhe pse vetvendosja thotë se qeveria. E për shkak të këtij vakumi juridik, çështja mund të shkojë në gjykatën kushtetuese, që rrjedhimisht do të prodhonte një tjetër problematik, pasi zonjës Albulena Haxhiu me 5 tetorit skadon afati I ushtruesës së detyrës së presidentes.